Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Po lusim së bashku me ju lutjen e mëngjesit. Sot është e shtunë, java 29 gjatë vitit liturgjik C. Psalmet të marra nga java e parë e psalterit. O hy ma eja në ndihmë. O Zot shpejtot të më ndihmosh. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni. Agimi i vishet qiellit, dita e përshkohet rruzullit. Jehon që gjeta dritës, qahet çdo tokë rëshqitse. Të bjerë fantazma e natës, të shembet më kati i mendjes, të shuhet zot merë që soli në rësirë nata fajtore. Në mëngjes ajo e fundit, që shtrirë për dhe e presim, për ne në dritë zhduket, derisa me këngë bën zhurmë. Ati hy i qof lavdia, dhe birit të ti të vetëm, me shpirtin ngushëllimtar, ndër shekujt e amshuar. Amen. Antifona e parë. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës për të përsëritur fjalët e tua, o Zot. Psalmi 119, pjesa 19. Premtimi për mbajtjen e ligjit të Zotit. Dashuria ndaj hyjit është kjo, që ne t'i zbatojmë urdhërimet e tija. Nga letra e parë e Gjonit 5:3. Me gjithë zemër të thëras, o Zot, më dëgjo, dhe do t'i mbaj urdhërimet e tua. Klitha drejteje dhe më shpëto, që t'i ruaj dëshmitë e tua. Para agimit shohem e të thëras në ndihmë, shpresoj në fjalën tënde. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës, për të përsëritur fjalët e tua. Më dëgjo zërin sipas mëshirës sate, o Zot, e bëj të jetoj sipas gjyqit tënd. U afruan ata që më salvojnë dije keqes, janë larg nga ligji yt. Por ti, o Zot, je afër, besnike janë të gjitha urdhërimet e tua, që më ti di për urdhërimet e tua, se i themelove për amshim. Lavdiati të Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. Sytë e mi zgjohen para rojës së natës, për të përsëritur fjalët e tua, o Zot. Antifona e dytë. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Kënga nga libri i Daljes 15. Him fitorje për kalimin e detit të kuq. Ata që munden e gërsiren këndonin këngën e Mojsiut, shërptorit të hyjit. Krasos Bulesën 15:3. Le t'i këndojmë Zotit, sepse mrekullisht nga njeu. Kal e kalorës plandosin në fund të detit. Zoti është forca dhe fuqia ime. Ai, veç ai më shpëtoi. Ai është hyji im, atë lavdëroj. Është hyji i atit tim, atë e lartësoj. Zotin askush se mund. Jave emrin e ka. Qere e ushtrit të faraonit. Në det i plandosi. Me frymën e felkrimit tënd, ujërat u bashkuan, pend u bën valët shkumuese. Thelsit u ngurën në fundin e detit. Thoshte armiku. I sulën pas, do t'a zë, do t'a ndaj prin. Shpirti do të më ngopet. Do të vringloj shpatën, dora ime do t'i vras. I fryve detit e deti i mbuloj. U zhdokën si plumbi në ujrat e përfrigueshme. Kush është si ti ndër zota, o Zot? Kush është si ti i madhërueshëm në shenjtëri, I tmerrshëm dhe i lavdishëm, që bën mrekulli. Ti shtrive dorën. Toka i përpeu. Hiri yt e përcolli këtë popull që ti e shpërbleve. I prin me fuqinë tënde
në banesën tënde të shajt, do ta shtish dhe do ta mbjellësh në malin e trashëgimit tënd, në banesën tënde të përhershme. që ti vetë e përgatite o Zot. Shenjtrore, o Zot me duar të tua të përftuar, Zoti do të sondoj për gjithmonë e mot të jetës, lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. Zoti është forca dhe fuqia ime, ai më shpëtoi. Antifona 3. Lavdërojeni Zotin o kombe të gjitha. Grishje për ta lavdëruar Zotin për dashurinë e tij. Këto unë e them, paganët e lavdërojnë hyjin për mëshirën e tij. Kraso Romakët 15:8-9. Lavdërojeni Zotin o kombe të gjitha, Madhërojeni së bashku o popull të gjithë. sepse e madhe është dashuria e tij ndër nesh. Besnikëria e Zotit qëndron për amshim, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. lavdërojeni Zotin o kombe të gjitha. Leximi i shkurtër nga letra e 2 e Pjetrit, kapitulli i parë, rreshta 10 dhe 11. Vëllezër, mundohuni ta përforconi për herë më tepër thirrjen dhe zgjedhjen tuaj. Nëse bëni kështu, kurrë nuk do të bëni në mëkat. Kështu, vërtet do t'ju hapet plotësisht hyrja në mbretërinë e mshuar të Zotit ton, Jezu Krishtit. Përgjigje e shkurtër. E thëra Zotin, ti je strehimi im, E thëra Zotin, ti je strehimi im, e mira ime në tokën e të gjallëve. ti je strehimi im. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, E thëra Zotin, ti je strehimi im. Kënga ungjillare Benediktus. Antifona. Shndriti o Zot ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Kënga e Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, rreshta 68 deri në 79. Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti i hyj Izraelit, Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. ai i ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikur se premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shajt, se do të na shpëtoi prej armiqve tan, dhe për dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shajt, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit ati ton, se do të na bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut, në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë. e ti o djalosh do të quhesh profeti të Tejtlartit, Sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyje do ta shëlboj duke ia falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na dërgoj në pasi për qiellit diellin, për të shndritur ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tashe për gjithmonë e jetës. Amen. shndriti o Zot ata që gjendën në errësirë dhe në hijen e vdekjes. Lutjet e besimtarve.
Ta bekojmë Krishtin i cili deshi të jetë ngjajshëm me vëllezërit në gjithçka, për të bërë për ne të hyjë me shtari mëshirshëm dhe besnik, t'ja drejtojmë lutjen tonë. Na i qel o Zot, thesaret e dashurisë sate. O Krisht, djeli i drejtësisë, ti na kesh ndritur me pagzim, kjo ditë të qoftë kushtuar ty. Na i qel o Zot, thesaret e dashurisë sate. Sot do të bekojmë dhe emrin tënd do ta madhërojmë në çdo gjë. Na i qel o Zot, thesaret e dashurisë sate. Virgjëna Mari, nëna jote, me kujdes e dëgjonte dhe zbatonte fjalën tënde. Drejtoj sot me fjalën tënde hapa tanë. Na i qel o Zot, thesaret e dashurisë sate. Bëj që në shkatrueshmërinë e kësaj bote ta presim pa shkatrueshmërinë qiellore, që me fe, shpresë dhe dashuri ta provojmë që tani gëzimin e lumturisë sate. Na i qel o Zot, thesaret e dashurisë sate. Aty që e në qiell u shejtrofte mryt, art mbretëria jote u bë vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona si falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, për na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. Bojo hyj i gjithë pushtetshëm, ta shpallin fuqinë e birit tënd të ngjallur. Kështu që, sikur se marrim pengun e dhuratës, të mund t'i fitojmë në për të dhuratat qiellore, në për Zotin tonë Jezu Krishtin, birin tënd, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyen. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, në këtë mëngjes lutëm së bashku me ju mëngjesorën e kësaj të shtune javës së 29 gjatë vitit liturgjik C. Ju ftoj të vazhdoni të shoqëroheni me programe të tjera të Radio Marisë së Kosovës. Një zej krishter në shtëpinë tënde. Qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë e jetës.